Deklarata e ministres së brendshme britanike Shabana Mahmood për dobimin e 700 familjeve shqiptare ka zhgënjyer kryeministrin Rama. Ai akuzon ministren laboriste se po riprodhon retorikën e së djathtës populiste ekstreme. Mjaft zhgënjyese të dëgjosh ministren e brendshme të Mbretërisë së Bashkuar Shabana Mahmood të përmendë rreth 700 familje shqiptare që jetojnë në akomodim të financuar nga taksa paguesit, pas refuzimit të kërkesave për azil, si justifikim për rifillimin e kthimeve familjare. Si mundet një ministre brendshme laboriste të përsërisë kaq keq retorikën e së djathtës populiste ekstreme dhe të veçojë 700 familje shqiptare, një pikë statistikore në oqeanin e sfidave të Britanisë pas Brexit, pikërisht në një moment kur Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria kanë ndërtuar një nga partneritetet më të suksesshme në Europë për migracionin e paligjshëm. Më tej, kreu i qeverisë thekson se shqiptarët janë kontribues në ekonominë britanike. Të jemi gjithashtu të qartë, shqiptarët janë kontribues neto në ekonominë britanike dhe numri shqiptarëve që marrin përfitime sociale në këtë vend është shumë më i ulët krahasuar me komunitetet e tjera. Ti veçosh ata vazhdimisht nuk është politik, por është një ushtrim shqetësues dhe i pahishëm demagogjia. Shqipëria është dhe synon të mbetet një nga aleatët më aktiv të Mbretërisë së Bashkuar në kontrollin më të gjerë të migracionit në Ballkan. Mbretëria e Bashkuar duhet të kërkojë mënyra për të thelluar bashkëpunimin me Shqipërinë në të gjitha çështjet e sigurisë, nga mbrojtja te mbrojtja e kufive, në vend që t'i përdor shqiptarët vazhdimisht si kurban. Kryeministri e mbyll reagimin e tij duke thënë se politikat zyrtare nuk duhet të udhëhiqen kurrë nga stereotipet etnike.